Gjonqa, Neritan, e para një, ta marrë pak nga ky këndvështrimi I moshës së tretë. Ka një paradoks shumë të madh. Duket sikur është shtresa më e goditur, por ka një përplasje shoqërore me moshën e tretë për shkak të mënyrës se si ata votojnë. Po patjetër, po prap ne do t'i duam. Sigurisht. Unë nuk kam që t'i bëj, unë mua më janë larguar të dy, qofshin parajs, se t'i ku janë, kam shërbyer deri ditën e fundit të dyve. Tash unë nuk do t'i dënoja, në thojë ata se ishin të majtë, sepse në fund fare janë biri. Unë nuk bëj diferencime në pikpamje njerëzore, unë nuk eksakt. Që me që ti tash, por ka raste, kam dëgjuar raste këtu në Shqipëri, që ish sigurims ka rahur fëmijën me problemet shëndetit mendor se I dha votën opozitës. Ka dhe kafshë të tilla. Djali me problemet e shëndetit mendor, e ka rrahur, e ka qelluar, pse se I ka dhënë votën djatës dhe nuk e ka dhënë ish sigurims. Ka dhe kafshë të tilla, që si mund ta bën dorë të qellosh fëmijën tënd. Sepse se dha votën te qelbi komunist, se këta kështu janë. Okej. Ti ai ke familje, Gafur Çuçin e ke aty, Spiro Kolekën e ke aty, Gogo Nushin e ke aty, çka ke tjetër? Beqirqimen e ke aty, Baseta, si e ka, Mustaqja. Balluku, parqime nuk e lash. Ata kem. Jo, është dhe më e gjersa aq listë. Po më unë tani nuk do rrit të bëj listën e këtyre. Po është praktikisht një brez I ri po. Shumë është pjella bastarde e gëzimeve seksuale të prindërve ideologjik. Idioti ke prap aty, ke e dushkën. Ja kërceu Enveri Spiro Kolekës, doli ky. Të kështu I bi. Apo ja? Nuk e di. Nuk ndodh, ha? Nuk e di. Jo më ja fusun kot. Jo, nuk I di hobet seksuale të ideologjikisht flasme. Ideologjikisht po. A dëgjove, prindri ish ideologjik idiot. Ti ke prap kafshët e regjimit, I ke prap pjellat e tyre. Dhe ai nuk është se është edukuar me dashuri. Jo, ai është rritur në qerdhen e hardhucave. Dhe ashtu do jetë dhe ai. E ke parë Belinda Mustaqen, Bishpllumi, si e ka? Balluku. Që nga mi emri me qime, më. 300 apartamente, më. Neroni e kishte domus arin me 100 dhoma. Kjo ka 300 apartamente, më. A kupton të apo jo? Dhe të del të luan dhe nderin e familjes, ajo thotë se nderi familjes time, familja jote është një familje që I ka durë në gjak deri këtu, me gjak shqiptarësh pa fajshëm. Të tregon dhe nderin e familjes. Të paktën nuk bën as I biri me Sheut, bashkimi gjigant që doli dhe I kërkoi falje popullit shqiptar për krimet që kishte bërë Jati. Kjo thotë unë jam. Ti je kriminele, që dhe po vjedh. Të tregon dhe nderin e familjes ajo. Dhe shqiptarët rrinë. Dhe shqiptarët rrinë, Ky është problemi mëse. Shiko, nuk ndodhte, e ka thënë Tomo Realizotin, mos gaboj, në një intervistë, nuk e mbaj mend sa, ka thënë, dalin tash nazistë e holokaustit, fëmijët e nazistë e holokaustit të bëjnë tangërdhik në Gjermani, ku?